70-ta na ka argëtuar me muzikë të mirëfillte që janë bërë mega hite që lirisht mund të themi që tekstet i adi çdo pras. E kush nuk e kujton këngën e këndshme Mos ja prishni lumturin. Mos ja prishni lumturin, mos ja prekni dashurin. Një dive vërtet dhe jo vetëm. Këto dhe shumë epitete me të drejti meriton parashqevi Simaku. Ja, si në çdo fushë, do me thënë çdo ndryshim është... Ajo është një ndër këngëtaret më të njohura dhe më të dashura shqiptare të viteve 1970 dhe 80. U bë një ikone muzikës së lehtë shqiptare fal zërit e saj të veçantë dhe interpretimit emocional. Simaku ka spikatur në festivalet më të rëndësishme të kohës, veçanërisht në atë të këngës, ku ka fituar disa çmime. Karriera saj artistike ishte e suksesshme deri në fillimin e viteve 90, kur ajo emigroi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pas largimit, ajo tërhoq nga jeta publike ka mbetur larg skenës. Herë të parë që kam folur shqip. We are Americans, we're very lucky. Gjatë javës që po e lëm pas, një video bë virale e madje me të drejtë u cilësua si një ndër ngjarjet më të ndjeshme të kohëve të fundit. Simaku e pastre e kërkonte ndihmë. Ishin këta tituj që zun vend në pothuajse secilin portal. Ndiqni për pak sekuenca këtë video që ta këpuste shpirtin. Ajo emigroi në SBA për një jetë më të mirë, por përfundoi vetëm duke u lutur për fatin e saj. Keeps us alive, you know. We are Americans, we're very lucky. Video mori mira shpërndarje, qindra komente ku të gjithë dëshironin të dinin më shumë për jetën e saj, sa ishte vërtet që kishte mbetur pas trehim. Nga këto pamje më zë dëgjohet qartë se Simaku edhe harroi gjuhën shqipe, nga se sipas saj nuk e paska praktikuar qushmote. Herë të parë që kam folur shqip. Jo shumë bukur ke folur. Se kam harruar gjithë këto vite vetëm anglisht, studiova anglisht edhe. E di. Reaguan të gjithë komuniteti artistëve, gazetarëve, por dhe politikanëve, derisa video vazhdoi të ishte një ndër më të klikuarët për vetëm 24 orë. Ishim nën ethe deri në këtë moment, kur biznesmeni shqiptar Eltoni Liriane takoi artistën e madhe duke i siguruar banim në një hotel në Manhattan. Ai ka publikuar në rrjetet sociale momente nga takimi me Simakun fillimisht në një kafene. Në video po ashtu mund ta vrejmë se dëgjon këngët e saj dhe e pyet sa do të këndoj sërish dhe parashqevia i përgjigjet absolutisht. Will you sing again? Absolutely. Absolutely. Kjo është një dëshmi e gjallë se si jeta të ndryshon për 24 orë dhe nga një qytetare thjesht rikthehesh përsëri aty ku ke qenë, duke shkëlqyer si një hyll i vërtet. Edhe disa personazhe publike reaguan. Biznesmeni kosovar Bexhet Pacolli po ashtu postoi një njoftim mjaft të rëndësishëm që ka të bëjë me këtë histori të dhimbshme. E në vazhdim mund të shihni disa pamje ekskluzive nga New York, ku ajo prit me torte qirinjët teksa nuk i mungonte buzëqeshja e këndonte plot shpresë. Për ndrysh, ajo ishte larguar nga skena rreth 2 dekada më parë dhe fal televizionit amerikan ne kuptuam realitetin e hidhur. Ka njerëz që thonë se parashqevi Simaku flinte prej 5 vitesh në një stacion.
i zemruar, pash një fëmijë ishte pas. Se si do të rrjedh e gjithë kjo histori, mbetet të kuptohet ditëve në vazhdim. Ajo që shihet e vrehet qartë është se Simaku është më lumtur se asnjëherë më parë.